Zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë rikonfirmuan një të vërtet heshtur që politika kosovare mundohet ta injorojë. Demokracia formale nuk garanton përfaqësim real. Me një pjesëmarrje prej vetëm 39.5% më e ulta në ciklet e fundit zgjedhore, qytetarët duket se nuk besojnë më se kutia e votimit do ta ndryshojë jetën e tyre. Kjo shifër është më shumë se sa statistik, është një akt mosbesimi politik që kërkon lexim të thelluar. Në sipërfaqe zgjedhjet kaluan qetë, por pas këtij normaliteti që mediat dhe institucionet përpiqen ta shesin si sukses demokratik, qëndrojnë disa të dhëna shqetësuese. Raportime për fotografim të flet votimeve, ndihmë të pa autorizuar në kabinat e votimit, probleme me listat e votuesve dhe madje ndryshimet vendvotimeve pa paralajmërim që u mohuan qytetarëve të drejtën elementare për të votuar. Të gjitha këto nuk janë incidente të izoluara, por simptome një sistemi që ende vuan nga dobësia institucionale dhe mungesa e besimit publik. Rezultatet e dala deri më tani dëshmojnë një fragmentim të skenës politike lokale. Asnjë parti nuk dominon plotësisht. PDK ruajti bastione tradicionale si Ferizaj dhe Skënderaj. Vetëvendosje konfirmoi praninë në Kamenic dhe Podujev, ndërsa LDK dhe AK rikuperuan disa nga humjet e mëparshme. Por tablo mbetet e paqartë sepse shumica e qyteteve të mëdha shkojnë në balotazh ku roli i aleancave të momentit dhe i diasporës do të jetë vendimtar. Nga ana tjetër, lista rifitoi pa konkurrencë reale shumicën e komunave me shumicë serbe. Kjo nuk është më një lajm, por një rikujtim se ndarja politike dhe institucionale e Kosovës në dy realitete paralele, një të kontrolluar nga Prishtina dhe tjetrën nga Beogradi, është ende në fuqi. Prania simbolike e KQZ-s në këto zona nuk është garanci e integrimit, por një formë e gënjeshtërte e përfshirjes që i shërben më shumë retorikës ndërkombëtare se sa faktit në terren. Këto zgjedhje nuk dhanë vetëm rezultate, por reflektuan edhe lodhjen kolektive me politikën. Pjesëmarrja e ulët nuk është dështimi i qytetarëve, por dështimi i klasës politike për t'u ofruar atyre një vizion dhe një alternativë të besueshme. Demokracia nuk matet me numrin e fletëve të numëruara, por me kuptimin që qytetarët u japin atyre. Edhe në Kosovë ky kuptim po zbehet gjithnjë më shumë. Në fundit më shumë se kush fitoi apo humbi në nivel komunal. Pyetja kyçe është, a ka Kosova një model të qëndrueshëm të përfaqësimit politik që tejkalon ndarjet etnike, lojrat e pushtetit dhe mungesën e llogaridhënies? Përgjigjja të paktën për tani mbetet pezu.